Unë personalisht punoj 3 punë, nuk bëj 1 punë. Dhe një natë jam kthyer diku te ora 9:30 i darkës në shtëpi. Dhe më duhet që të punoja sërish në kompjuter për të shkruar. Dhe i them bashkëshortes që merre djalin dhe çoj për të fillur gjuhën. Ndërkohë ai nga i gëzimi që unë erdha në shtëpi, deshte të luante, vinte për të kuzhinë. Dhe bashkëshortja i thotë që hajde se do flem gjuhë mirë, thotë do babin, do vite babi. Theva kokën. Dhe shikoj ti mbili ishte shtrirë tek tapeti. Dhe ishte zënë gjumi poshtë këmbë të mia. Duke pritur. Mbylla laptopin. E mora fëmijën në krah dhe kam çuar te krevati. Pyetja që i bëra vetes ishte, haraja vlen gjithë ky mundim? Dhe sa kohë do vazhdosh ta bësh? Ka shumë persona në fakt që mundohen me sinqeritet, sakrifikojnë çdo gjë për familjen e tyre. Gabimi vetëm taktik që bëhet është sepse vetëm puna e parë duhet të jetë aktive, që do të marrë kohë, ndërsa puna e dytë apo e treta duhet të jenë punë dhe angazhime pasiv, sepse vetëm në këtë mënyrë ti ke mundësi të bësh 2 burime, 3 apo 4 burime tjera të cilat janë pasive. Nëse janë aktive, nuk të del koha. Përveç që të del koha, ke për të humbur pjesën më të rëndësishme që është ekuilibri familjar ose ekuilibri social. Prandaj po të shohësh Amerika me stock market, me të ardhurat pasive, digjitale, ka mbi 50 vjet në treg. Por ky mentalitet është akoma jo shumë i njohur tek ne. Pikërisht këtë temë kemi cekur dhe tek webinari jon falas. Nëse dëshironi të mësoni si funksionojnë të ardhurat pasive, klikoni tek linku në bio dhe regjistrohuni tek webinari falas.